Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Unë jam Isra Hyseni, nga sot do të takohemi në emisionin Dritare. Ky emision do të transmetohet në kanalin e Bashkësisë Islame të Kosovës në YouTube, si dhe në faqen e saj zyrtare në Facebook. Përmbajtja e emisionit Dritare do të përfshijë trajtesa të shumta që prekin të gjitha shtresat e shoqërisë me mysafir të zgjedhur, profesionistë të fushave. Emisionin e parë nisi me temën e edukimit të brezave të rinj. Kësaj çështjeje në Islam i kushtohet një rëndësi e veçantë, ku përmes ajeteve, haditheve, historive të shumta nga jeta e të dërguarit e të shokëve të tij na bëhet me dije se siç kanë obligim prindërit të edukojnë fëmijët, në nivele të tjera më të larta obligimi për edukim u takon edhe institucioneve, që marrin përgjegjësinë të drejtojnë grupe të ndryshme. Kam për synim të dalte hadithi që na tregon se çdo prijes është përgjegjës për grupin që e drejton dhe për punën që i është besuar, madje edhe udhëheqësi i popullit do të përgjigjet për popullin e vet. Për të folur në lidhje me rolin e institucioneve fetare në edukimin e brezave të rinj, në studio kemi të ftuar Merita Borocin, profesoresh në Medresen Alaudin, Paralelja në Gjilan. Profesoresh, ju dëshiroj mirëseardhje. Mirësevgjetem. Profesoresh, në lidhje me hadithin që u mundova ta parafrazoj, si e vlerësoni ju rolin e institucioneve fetare në raport me edukimin e fëmijëve? Audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet tona janë për Zotin, krijuesin absolut, atë i cili krijoi tokën, qiellin dhe gjithçka që ndodhet mes tyre, krijoi njeriu në formën më të mirë, e bëri atë të jetë krijesë sociale, të jetë në bashkëveprim dhe bashkëkomunikim të ndërsjell me njeriu si lloj të tij, mirëpo edhe me krijesat e tjera, e bëri më këmbës në tokë. Salavatet tona qofshin për më të zgjedhurin e njerëzimit, për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, duke bërë një dua të vazhdueshme që lutim Allahun të na bëjë edhe neve pjesë e këtij grupi dhe të na gjejë vdekja në këtë rrugë, duke e ditë se fundi i kësaj rruge do të jetë shpëtimi, do të jetë xheneti dhe çdo lajthitje nga kjo rrugë do të shpije në humner, në humbje, si në këtë botë po ashtu edhe në botën tjetër. Fillimisht ju përgëzoj për emisionin, uroj që ky emision të arrijë atë çfarë synon, të arrijë nëpër shtëpitë tona, të përçoj mesazhet e çmuara që do të planifikoni të realizoni me mysafir të ndryshëm gjatë kësaj periudhe kohore. Ju urojmë suksese dhe lutemi që të ketë bereqet dhe suksese. Të flasim për një temë që është temë shumë e gjerë, mirëpo është nga temat më të rëndësishme që individi duhet të ketë parasysh dhe ta ndërtoj veten me të. Është një nder i madh dhe është edhe një përgjegjësi më e madhe prej anës tonë, sepse do të flasim prej një pozicioni ku ne kemi në përgjegjësinë tonë njerëz me të cilët flasim, komunikojmë dhe kemi për obligim ta përçojmë një edukat të mirëfillt nga ata. Edukatës dhe raporteve ndërnjerëzore dhe raporteve mes krijuesit dhe robit, Zoti ka dhënë rëndësi tepër të madhe në fenë islame. Edukata është diçka që vjen nga Zoti, është mësuar nga Zoti, e trasuar dhe sjellur tek ne nga pejgamberët e tij. Dhe kur ai është mësuesi, ai është përpiluesi i formës së edukatës, ne nuk kemi dyshim dhe nuk kemi alternativë tjetër të zgjedhjes për një edukatë më të mirëfillt se sa edukata fetare. Sepse edukata fetare është garanca më e mirë që individi do të jetë rehat, familja do të jetë rehat dhe gjithë shoqëria dhe gjithë globi do të jetë rehat. Të themi që feja në kohën e sotme është shumë aktuale, është shumë e nevojshme të aplikohet në jetën tonë, sepse gjendja e shoqërisë tonë është në nivelin e tillë dhe faktor kryesor ndoshta i kësaj gjendje është pikërisht mungesa e edukatës së mirëfillt, qysh nga individët, nga familjet, nga institucionet të ndryshme. E ne si Bashkësi Islame, duke ditë pozicionin tonë, rolin tonë në këtë shoqëri, japim theks të veçantë dhe kontributi ynë është i shumanshëm që në shoqëri përmes gjithë institucioneve tona dhe përmes secilit sektor brenda institucioneve tona dhe secilit individ brenda institucionit tonë, synojmë që të përçojmë një edukatë të mirëfillt, edukatë cilën Zoti na ka urdhëruar ta kemi dhe ta bëjmë. Mirëpo për edukatën fillimisht pejgamberi alayhis salam ka treguar se njeriu
edukon brezat e ardhshëm, ende pa lindur ata, duke thënë në raportin me fëmijë. Do me thënë, njeriu fillimisht do të jetë vetë edukuar, pastaj do të zgjedh në jetën e tij një partner i cili do të ketë edukat mirëfill, sepse vjen një moment në jetë që njeriu më nuk e ka dert se kë zgjodhi për bashkëshort apo bashkëshorte, por e ka dert se kë zgjodhi të jetë prind i fëmijëve të vet. Dhe nëse prind raportet e tyre nuk janë me një edukat të mirëfillt, atëherë edhe pasardhësit, fëmija dhe pasardhësit që vinë nga ai çift nuk do të jenë në nivelin e kënaqshëm të edukatës, të mirësjelljes dhe të raporteve korrekte që duhet të jenë. Edukata lirisht mund të themi dhe ta përkufizojmë si rregullimin e raporteve tona mes njerëzve dhe mes Zotit. Kërkohet dhe është niveli më i plotësuar, më i avancuar i sjelljeve tona, i qëndrimeve tona, i veprimeve tona, sepse në çdo punë e përpiqemi të bëjmë diçka dhe nëse atë punë që e bëjmë me një formën më të mirë të mundshme, atëherë vjen që ne kemi arrit një grad të edukatës. Madje edukata është përcaktuese edhe i personalitetit të njerëzve. Ne shumë shpesh i etiketojmë njerëzit në bazë të edukatës së tyre ose i pozicionojmë, i krahasojmë me njerëz të tjerë në bazë të edukatës së tyre. Domethënë është diçka qëndësore, pa cilën njeriu nuk mund të jetojë i lumtur dhe njeriu nuk mund të e përmbush veten e tij tamam si me këmbës në tokë, qysh e përmendëm në pjesën e parë. Edukatës Allahu ka dhënë rëndësi tepër të madhe sepse ditën e gjykimit kur ne do të dalim para Zotit, një element që do të peshoj shumë në peshojën e veprave të mira do të jetë edukata e mirë, morali i mirë, sjellja e mirë që ne kemi tregu. Dhe nuk është rastësi kjo punë sepse nëse analizojmë çështjen e adhurimeve, ne do të falemi 10 minuta drekën, 10 ikindin, do më thënë është e përkufizuar në kohë, ndërsa sjelljet tona, raportet tona, si me veten, me Zotin, po dhe me njerëz të tjerë, i kemi në vazhdimsi 24 orë brenda ditës. Dhe gjatë asaj periudhe kohore, ne edhe mund të hymë në një edukat keqe, mund të hymë në hak dikujt, edhe vetes, po edhe Zotit ton, po edhe mund të arrijmë atë shpërblimin e madh që Zoti ka premtuar që do ta shpërblej të mase shumë dhe do të peshon më shumë se gjithçka tjetër çështja e moralit, edukatës të mirë. Edukatën ta konsiderojmë si një petk të cilën një individ e vesh dhe duket bukur pasaj. E ne tash veç se jemi në pjesën kur fillon shkolla, sistemi i arsimit është hap dhe e shohëm që krahas investimeve që gjithsesi duhet të jenë në fushat e arsimit, është nevojë emergjente, ndoshta mendoj që është koha e fundit kur gjitha institucionet tona duhet të marrin një hap tutje dhe përveç mësimit, arsimimit që synojmë të arrijmë nëpër shkollat tona dhe institucionet arsimore në vendin ton, të shtojmë edhe edukatën si diçka qëndësore, si diçka që e plotson arsimin dhe jep kuptim pastaj arsimit dhe shkencave në cilat ai individ zhvillohet dhe pastaj do të korë suksese, sepse është i mangët një sistem i arsimit pa një edukat. Nesër ata nxënës do të bëhen mjek, mirë po nëse nuk e kanë edukatën e mirëfillt, ata nuk do të trajtojë pacientin në mënyrën si duhet, ose do të jetë i korruptuar ose i pa respektueshëm ndaj palëve të tjera. Kështu që kërkohet një vëmendje shumë e madhe te çështja e edukatës dhe është një investim cilin duhet ta bëjnë secili dikaster brenda vendit tonë. Të flasim ne nga ana e Bashkisë Islame, mirë po fillimisht edukata them do të niset nga institucioni primar që është familja dhe prindrit, të kthehemi te hadithi që e përmendet në pjesën e parë, secili është përgjegjës për ata që i kanë në kompetencën në menaxhimin e vet dhe prindi është ai që duhet të mbjellë një edukat mirëfillt brenda familjes së tij. Në veçanti edukata realizohet dhe bëhet në shkallën më të madhe nga nëna, sepse fëmiu merr edukat nga nëna qysh edhe kur është në barkun e saj, sepse studimet e shumta flasin se në pjesën e fundit fëmia arrin të dëgjojë. Edhe gjatë asaj kohe edhe nëna duhet të jetë e vëmendshme se çfarë dëgjon, çfarë vepron, çfarë përjeton, sepse ai do të lindë ai fëmijë me ato ndjenja, me ato emocione dhe nesër do të jetë i mirë ose i keq për shoqërinë dhe për veten. Mirë po fillimisht ai do të jetë me një moral, me një edukat keqe, siç edhe individ,
do t'jetë sherrin e asaj fillimisht do ta shohin familja e tyre sepse askujt nuk i djeg zemra më shumë se sa prindve tanë për veprimet e tona të këqija, ndërsa askujt nuk i kënaqet zemra më shumë se sa prindve tanë. Andaj do ta kemi synim që ne t'i kënaqim prindët tonë me një edukat mirë edhe t'i mësojmë fëmijën e tanë me një edukat mirë, të mirëfillt, për i cilës do të ketë hajt kjo shoqëri, ky vend dhe inshallah do të kemi shpërblim tek Zoti ditën e gjykimit. Profesoresh, ju po e theksoni rolin e familjes si institucion bazë dhe si faktor kyç në edukimin e fëmijëve. Mirë po të kalojmë në rrafshe më të gjera, do të shohim se qendrat thirrjes në Islam janë xhamit apo jo. Gjithsesi. Xhamit janë shtëpitë e Zotit në tokë, janë vendet më të çmuara, më të vlefshme ku njeriu mund të shkojë ta liroj veten e tij, të krijoj raporte me njerëz të mirë, sepse në xhamia grumbullon rreth vetes njerëz cilët e duan Zotin, e besojnë Zotin dhe kanë për bazë kënaqësinë e Zotit të tyre, dhe nga mimbere i xhamiave tona nuk është fol dhe nuk flitet vetëm për çështjen e adhurimeve, për namazin, agjërimin dhe shtyllat e fesë që kemi parësor dhe që gjithsesi duhet i respektojmë dhe t'i plotësojmë çdo ditë më shumë, çdo vete më shumë. Mirë po prej mimbereve të xhamiave tona vazhdimisht është ftu që kjo shoqëri të ketë individ të përgjegjshëm, individ të ndërgjegjshëm, ata cilët nuk do t'i bëjnë dëm askujt, sepse kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam që e përshkruan personin e mirë, atë që nga dora dhe nga gjuha e cilit të tjerët kanë dobi dhe nuk kanë dëm. Domethënë, ky është mesazh i cili del nga xhamitë tona. Xhamit kanë thirr dhe imamat në përgjithësi dhe ne tash si femra teologe vazhdimisht bëjmë thirrje për një jetë më të rehatshme, më të përshtatshme, për një dashni më të madhe mes njerëzve, për një respekt, për një ndjenjë advetare, për dashni ndaj vendit tonë, domethënë gjithçka që është e mirë dhe në favor të shoqërisë, nga ajo dal nga xhamitë tona historikisht. Mendoj se edhe rregullat që janë të posaçme për xhamin, për shembull të jesh i pastër, të mos i pengosh tjerët, sikur përqojnë mesazhin se duhet të aplikohen edhe jashtë xhamisë, se përndryshe mbeten të mangëta. Ta them, në xhami është një kohë kur njeriu kalon, është kohë. Mirë po për dikë mund të jetë e gjatë, për dikë mund të jetë e shkurtë, varësisht njeriu çfarë dinamike të jetës ka dhe sa ka mundësi të qëndrojë në xhami. Dhe kjo është një shkollë, po them, në vete që e mëson individin çështjen e pastërtisë. Patjetër feja islame e ka ngrit çështjen e pastërtisë dhe e ka krahasu me imanin, me besimin. Domethënë pastërtia është gjysma e imanit, gjysma e besimit, dhe nëse ne nuk e kemi trupin ton të pastërt, ambientin ton të pastërt, që është më rëndësishme janë zemrat e tona të pastërta, pastaj imani jo nuk do të jetë në rregull. Po them zemrat e pastërta sepse këto natyrshëm kuptohen, çfarë nënkuptojna me pastërtinë fizike, mirë po ta themi tek pastërtia shpirtërore është më kryesorja, ndoshta që i rregullon pastaj edhe gjitha tjerat. Përveç besimit që duhet të jetë në zemrat e tona, është mungesë edukate nëse në zemrat e tona ka zili, ka urrëtie, ka xhelozi, ka mendime të këqija, ka tendenca për të bërë keq. Ta them, feja islame çështjen e besimit e ka kategorizuar në 70 shkallësh. E para e kemi dëshminë shahadet la ilaha illallah. Pastaj pjesën e fundit e kemi nëse ta largojmë një pengesë nga rruga. Nëse ky mësim kuptohet drejt ose analizohet kjo strukturim i ndërtimit të fesë, e shohim se ne fillimisht e kemi obligim ta besojmë Zotin. Pastaj vijnë gjitha tjerat dhe në fund vjen një rregull që neve na obligon që nëse një vështirësi, një pengesë shohim hasim në rrugët tona, ne kemi për obligim ta largojmë atë. Dhe kur arrim ta largojmë atë pengesë nga rruga, e shohim se ne nuk ja deshtëm të keqen dikujt. Për këtë arsye e larguam atë pengesë nga rruga. Dhe përderisa ne nuk ja duam të keqen dikujt, nuk guxojmë të mendojmë të bëjmë diçka keq në atë raport me atë njerëz. Domethënë është një shkollë që ne e mësojmë veten t'ua duam njerëzve të mirën, të punojmë për të mirën e tjerëve, për të mirën e shoqërisë të përgjithshme dhe me një mënyrë ta pastrojmë, ta dezinfektojmë, tash me këtë shprehje jemi ambientueshëm dhe jemi mësueshëm. Mirë po të mos e mendojmë dezinfektimin vetëm të ambientit jashtëm, po le të jetë kjo kohë dhe jeta jonë
përditshmëria jonë mundësi që ne ta dezinfektojmë zemrën tonë prej çdo vesit keq i cili din me qenë zemrat e tona, ta pastrojmë, ta filtrojmë veten prej atyre. Profesorish, kur jemi te niveli institucional, patjetër se edhe medreset si institucionet posaçme edukativo arsimore luajnë rol të veçantë në edukimin e gjeneratave të reja. E dim se medreset kanë nxjerrë dhe vazhdojnë nxjerrin gjenerata të tëra, të kompletuara në gjitha aspektet. Çka i bën këto shkolla kaq të veçanta? Unë po ta kthej tër jetën time dhe ta analizoj se cili vendim ka qenë më i rëndësishëm dhe më i çmuar në jetën time është fakti që kam qenë pjesë e medresesë. Tashmë edhe në mësimdhënie. Fillimisht po e përmendi çështën që si nxënës se më ka mësuar Allahu të jem pjesë e atyre bankave, të përfitoj prej atij nektarit të madh që na është ofruar prej profesorëve. E veçanta e komplet medresesë dhe mësimeve aty është pikërisht Kurani, janë hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe shkencat që pastaj dalin nga ato dy libra që janë tepër të rëndësishme, shkenca për cilave ne tash edhe kur ua shpjegojmë nxënësve, përfitojmë fillimisht për veten tonë, pastaj edhe e përçojmë atë ndjenjë edhe atë dije edhe tek nxënësit e tonë. Medreseja tamam e kompleton formën e edukimit fetar. Edukimi fetar është diçka që individin e plotson. E bën atë të plot me gjitha komponentët që i vyn një njeriu për të kaluar një jetë të dinjitetshme në këtë botë. Sepse në medrese ekziston plan program që normal edukata fetare duhet të ketë një plan program. Dhe ai plan program është i plotësuar, i përmbushur me shkencat e veta. Do të thënë përveç mësimeve që mësojmë fetare, lëndëve fetare, në medrese mësojnë edhe lëndë shkencore, gjitha lëndë që mësohen në një gjimnaz shoqëror. Dhe kjo ju jep përparësi nxënësave që vinë në medrese që në të ardhmen ata të kenë dyert e hapura sikur shokët dhe shoqet e tyre që janë nëpër gjimnaze të ndryshme. Mirë po, plusi i madh që ekziston dhe njeriu mund ta merr në medrese dhe pasuria e madhe që mund ta merr është nektari i fesë, mësimet fetare që pastaj ata individ, kudo që të shkojnë, në çfarëdo profesione që vazhdojnë jetën e tyre dhe ndërtojnë jetën e tyre, i shohim se janë shembull, janë storje suksesi, janë kënaqësi edhe për familjen, mirë po edhe janë hajër edhe për shoqërinë, pastaj sepse e dinë që nuk guxojnë të hinë hak dikujt, nuk guxojnë ta gënjejnë dikën, nuk guxojnë të bëjnë dëm dikujt me qëllim, dhe kjo pastaj krijon individ që i bëjnë hajër shoqërisë dhe pikërisht këtë e arrin njeriu përmes mësimeve fetare në medrese. Medreseja vazhdimisht, historikisht tash ka bërë 70 vite nga themelimi i saj, si vjet ka 70 vjetorin e saj, dhe historikisht ajo ka përçu një brëm në shoqërinë tonë, ka gatuar një brëm ta them të brendshëm dhe ka përcjell gjenerata breza të cilët pastaj kanë shpërndarë hajrin e madh, qoftë në institucionet fetare, hoxhallarët, neve si mualime, domethënë ka kriju një staf, një skuadër, një ekip të fortë pastaj që njerëzit ta kenë çështjen e davetit si prioritet dhe punë dhe mision të tyre në jetën e tyre, dhe kjo veç po shihet hajri i saj vazhdimisht dhe lutemi që të jetë edhe më i madh dhe të ketë bereqet edhe më shumë çështja e fesë që buron nga aty, mësohet nga aty. Pastaj të veçantë bën edhe fakti, medresene bën fakti i edukatorëve të mirëfillt. Janë 3 komponente që e plotësojnë edukatën, e përmena çështën e plan programit, edukatorët dhe ambienti. Gjithë profesorët që punojnë, kolegët e tonë në medrese janë njerëz përgjegjës, kompetent për fushat e tyre dhe plotësojnë shumë kritere që kërkohet i ketë një edukator i mirëfillt, duke ja nisë prej dijes, sinqeritetit, devotshmëria që ata kanë, sy qelësia e tyre, tendenca e tyre për të hapë mendjet tona, horizontet brenda mendjeve tona, domethënë nuk përpiqen që nuk përpiqem të shpjegojmë diçka vetëm bllok, mirë po dëshirojmë tamam të përdorim edhe metodat sipas kurrikulës së arsimit që kërkohen, që nxënësi pastaj vet ta mësojmë se si të arrijë deri tek informatat dhe të jetë vet hulumtues pastaj. Dhe jo gjithçka e gatshme të jetë. Jo.
Do të thonë është kjo tendencë që ata vetë të nisin një hap drejt nxënjes së mësimit, sepse vetë fjala nxënës në kupton nxënjen e dijes. Do të thonë diçka që është duke ecë ti do të vraposh pra asaj që ta zësh atë dhe ta posedosh. Profesoresh, jashtë punës që e bënin medrese, jeni angazhuar edhe si mualime në rajonin e Gjilanit. Ju kam përcjell shpesh në rrjete sociale ku keni ndo momente të bukura me fëmijët. Çka mund të na thoni më tepër, cilat janë metodat që ju i keni që ju i keni vlerësuar si më të arsyeshme në raport me fëmijët dhe mësimin e tyre? Të qenurit tash edhe mualime është një përgjegjësi shumë e madhe, por një kënaqësi e jashtëzakonshme, sepse atë që ne kemi arrit grumbullojmë nga medreseja, nga Fakulteti i Studimeve Islame, po e them në nivelin personal, po edhe kolektiv të gjithë kolegeve të mia, neve na u ka hap një mundësi që atë t'ua tregojmë edhe njerëzve tjerë në mënyrë fizike. Kjo është ana mediale, mirë po ne punojmë vazhdimisht në mënyrë fizike, personalisht në regionin e Gjilanit, për çka jam falendëruese Këshillit të Bashkisë Islame të Gjilanit, pastaj Bashkisë Islame të Kosovës, kryesisë, të cilët në bashkëpunim me Dianetin e Turkisë kanë arrit marrëveshje që unë dhe një pjesë e shoqeve, kolegeve të mia, të punojmë në regione të ndryshme brenda Kosovës dhe këtë dritë të islamit, këtë mirësi që Zoti na i ka sjellë në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam, ta përçojmë edhe nëpër familjet e vendeve tona, sepse aty ku hyn drita e fesë në ato zemra që hyn, pastaj nuk do të ketë rëndësi dhe njëri do të kalojë jetën e tij i lumtur në raport me Zotin dhe do të jetë e dobishme dhe vdekja dhe ardhmja e tij do të jetë e mirë. Mirpo na përpiqemi në gjitha mundësitë tona që fenë të mos ua shpjegojmë në atë mënyrën e mërzitshme, vetëm si tregime, gjëra të ngjashme, mirëpo personalisht përpiqem të përdor metoda të ndryshme më të avancuara, më bashkëkohore përmes punimeve të dorës, aktivitete që nxënësit dëshirojnë t'i bëjnë vetë dhe e shoh një vullnet jashtëzakonshëm prej anës nxënësve që dëshirojnë për shembull shkronjat e Kuranit t'i shkruajnë në forma të ndryshme, t'i zbukurojnë. Pastaj shtyllat e Islamit është një aktivitet që ne kam bërë me nxënësit dhe kemi ndërtuar shtylla në të cilat i kemi shkruar shahadeti, namazi, zakati, agjërimi, haxhi dhe tash fëmijët e kanë pjesën poshtë se çfarë është shtylla e Islamit. Pastaj kushtet e besimit dhe mbi shtylla kemi shkruar tipare të muslimanëve të mirë, sjellja e mirë, respekti, butësia, urtësia, domethënë krejt këto që janë të dobishme pastaj për individin, e zbukurojnë dhe japin kuptim shtyllave të fesë. Mirëpo me një mënyrë shumë fizike ju kemi treguar që pa këto shtylla nuk vlen as këto që janë lart. Domethënë humaniteti, gjithçka tjetër është me rëndësi që të mësohet edukata mirëfilli, edukata bazë që neve fillimisht na njofton me Zotin ton, me krijuesin ton, me vlerat që ka Islami, mirësitë e shumta që ka ai, pastaj të kalojmë edhe në sferën e gjerë të komunikimit dhe të hajrit që njeriu përhap në shoqërinë e vet. Profesorish, viti shkollor me prezencë fizike nëpër shkolla veç se filloi javën e kaluar. E shfrytëzoj rastin t'ju uroj suksese edhe juve në mësimdhënie, po edhe nxënësve t'juaj. Si e vlerësoni ju punën që e keni pas deri tash në mënyrën virtuale? Alhamdulillah që Zoti e mundsoi një prezencë fizike prapë mes neve dhe mes nxënësve. Është një vullnet i jashtëzakonshëm, ndoshta edhe ajo qëndrimi i gjatë dhe koha me sistemin online ka qenë për dikën ndoshta i mërzitshëm. Mirëpo kur njeriu e don dhe synon të arrijë diçka, atëherë çdo formë e përdor dhe çdo formë sheh vetëm anët e mira të saj. Gjatë kohës mësimit online, po e përmendim edhe faktin që kemi mësuar në kuadër të medreses, mirëpo edhe mësimin që kemi zhvilluar ne si mualime në kuadër të Gjilanit, e shoh që ka pas rezultat të jashtëzakonshëm. Krahasuar me shkolla dhe me institucione tjera, dhe me fakte që neve na i kanë treguar se domethënë ka qenë një interesim shumë i zbat. Tek ne, falë Zotit, interesimi ka qenë jashtëzakonshëm
edhe prej nxënësve, do të thënë ka pas shumë rrallë të ketë ndonjë mungesë dhe ajo ka ndodhur ndoshta vetëm për shkaqe teknike dhe ne atë e kemi mirë kuptu. Mirë po jo tjetë e qëllimshme mungesa e nxënësve në për orët virtuale që ne i kemi kriju dhe i kemi mbajt. Dhe kjo jo vetëm s'ka qenë e dobishme vetëm për nxënësit e tonë, mirë po ka qenë e dobishme edhe për neve dhe për shumicën tonë që na i ka mundësu distancën fizike të mos e konsiderojmë të rëndësishme, sepse kemi arritë që përmes formave virtuale të mësimit të jemi pjesë e konferencave, ngjarjeve, mësimeve, anë e kanë botës. Do të thënë ka qenë një mundësi shumë e mirë, shumë e artë për neve që ata që kanë dashur me përfitu, vetëm një plus më i madh në mënyrën e përfitimit dhe përhapjes të mirës në jetën tonë. Profesoresh, patjetër se në Islam puna e mësuesit të edukatës vlerësohet shumë, edhe pse i ka vështirësitë e veta, i ka mundimet e veta, do t'i jep frytet patjetër në ty botët inshallah. Qenurit mësuese edukatore është një përgjegjësi më shumë se sa nder. Këtë duhet ta kuptojmë kështu dhe do të punojmë në këtë formë që përgjegjësisë t'i dalim në kryt pastaj. Dhe t'ja japim hakun përgjegjësisë që ne kemi dhe dalim faqebardhë edhe para njerëzve dhe para Zotit. Të kesh para duarve tu një fëmijë që pret prej teje, mëson prej teje, merr edukatë nga ti, është shumë e rëndësishme, sepse ti po gdhend një individ. Si e themi ne po gdhend në gur diçka që është shumë vështirë pastaj e riparueshme. Ose ta marrim një shembull tjetër, njeriu derisa është duke ndërtuar një objekt, e ka një plan dhe vepron, punon në bazë të atij plani. Mirëpo, nëse pas një kohe dëshiron të merremetoj diçka në atë objekt, ai ka kosta, është shumë vështirë, po edhe është shumë shtrejt pastaj. Çdo ndryshim, çdo ndërhyrje. E për këtë arsye, çështja e fëmijëve dhe kategorive më të ndihshme të shoqërisë, cilët janë duke u formsuar si individ, është shumë e rëndësishme të punohet me metoda të qarta për ata, me metoda me klasifikim në moshën e tyre, trajtim i veçantë për kategori të veçanta, edhe kujdes i shtuar, sepse të kemi parasysh ne po ndërtojmë një të ardhme. Dhe ashtu si sot e kemi rinin, e kemi fëmijët e tonë, ashtu do ta kemi të nesërmen tonë. Dhe askush prej neve nuk dëshiron që e ardhmja jonë të jetë e errët, e ardhmja jonë të jetë me problemet, mos ndihemi të sigurt, kemi të lashë, mirë po secili prej neve dëshiron një ambient të qetë për të jetu, për të adhuru Zotin e vet, për të qenë i kënaqur me njerëzit dhe me veten e vet dhe të mund ta përçoj hajrin dhe mirësinë që ai mundet në ambientin ku jeton. Kështu që çështja e edukimit të brezave të rinj veçanti është punë me përgjegjësi shumë të madhe, kërkon angazhim të jashtëzakonshëm, mirë po ne themi vetëm faleminderit Zotit që na ka mundësu të jemi pjesë e këtij grupi që punon për një nesër më të mirë dhe lutemi që kësaj pune t'i dalim hakush ashtu siç dohet. Ju dëshirojmë punë të mbar, punë të suksesshme me nxënësit tuaj dhe ju falenderojmë për kohën dhe informata që i ndat me ne. Kënaqësia ishte jona, faleminderit. Miq të nderuar, kaq kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Për çdo sugjerim apo për çdo kritik, mos hezitoni të na shkruani në faqet tona zyrtare. Deri në takimin e radhës, Assalamu alaikum.